Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Falenderojmë Allahun e lartësuar. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Sot inshallah taala këto minuta që na kanë met do ta trajtojmë një temë e cila është ankesë në veçanti e shumë trive tonë që ka të bëjë me dobësimin ose ligështimin në fe. Pasi që Allahu i ka nderuar me udhëzim, vren se pas një kohe ky udhëzim fillon të zbehet dhe forcimi i tyre në fe fillon me u dobësu. Kajherë mund ndodhë që këto tjenë vetëm cytje nga shejtani për me dobësu pastaj në fe, gjë e cila besimtari nuk dohet me marë parasysh, por dohet me vazhdu në rrugën e Zotit. Mirë po ka njëherë ndodhë që realisht ka dobësime në iman, për shkak disa veprimeve cilat ne i bëjmë dhe nuk ju kushtojmë vëmendje. Ne inshallah taala do të mundohemi me zgjedh disa pika të cilat neve na bojnë dobi, në mënyrë që të jemi prej atyre që imani jon vazhdueshëm shkon duke u ngrit e jo duke u dobësu. Fillimisht një prej shkaqeve që ndikon në dobësimin e personit në fe, ose dobësimin e udhëzimit të tij, pa fije dyshimi është mos angazhimi në diturinë fetare. Dhe kjo kohë e fundit është shumë e theksuar tek rinia. Nuk po them që ndoshta nuk lexojnë ose nuk ngojnë ai ligjërat ose kështu me radhë. Mirë po, e shohim një mungesë të madhe, ndoshta për shkak teknologjisë që sot e kemi para vetës, shohim mungesë të madhe të prezantimit në ligjëratat fetare tek hoxhallat. Gjë e cila është nga shtytësit kryesor që njeri sot me qenë i fortë në fenë e tij. Nuk është njëjtë dëgjimi i një ligjëratës para hoxhës me dëgjimin e një ligjërate nga YouTube ose një kanal tjetër, cilën sot na i ka mundsuar Zoti me ngu ashtu. Nga se prezantimi në ders para hoxhës ka tjetër tretman edhe te Zoti. Aty prezantojnë me lajket, aty zbret mëshira e Zotit, aty e përfiton mëshirën e Zotit edhe ai i cili ndoshta s'ka ardhur me qëllim me ngu ligjëratën hiç, po veç është nal në çat mezhlis ka nejt. Se kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, që çdo kush i cili është i ulur në atë mezhlis, do të kungohet ligjërat, ai nuk ka mudoj zhgënjim. Do një nga shkaqet që sot iman besimtarët shumë të lidhun për fenë e tyre dhe e mon imanin e tyre në formë, është prezantimi në ligjëratat fetare direkt. Dëgjimi i tyre për rrjeteve sociale, për gjanave tjera është i dobishëm, por nuk krahasohet me dobit të cilat i përfiton besimtari kur të është direkt në ders. Kur gjamës kuptoft, ka me përfshim mëshira e Zotit dhe mirësitë e tina. Kjo është e para. E dyta, prej gjanave që ndikojnë në zbehjen e udhëzimit dhe dobësimin e imanit dhe neglizhimin e fesë, është bamja e mëkateve vazhdueshëm. Dhe më e rëndë edhe se kjo është, nëse mëkatet bëhen haptazi, apo ndodh ka njëherë që njeriu
të mburret me mëkatin e tij. E kjo është edhe më rrezikshme. Ose ndodh që Allahu t'ja mbuloj mëkatin e tij dhe të nesër më ndel dhe përhap tek njerëzit mëkatin e tij. Kjo është prej gjanave që ndikon direkt në imanin e besimtarit. Nga se kjeb me kuptu se friga e që ati personi ndaj Zotit është zbe, dhe se mëkatët e kanë ersu zemrën e ti, dhe se imanit cilin e kanë zemrën e ti nuk reflektën. Çfarë ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam? Ka thonë i gjithë ummeti im ka mu falë për Zotit. Ka se Zotit e ka rahmetin e madh. Përveç kujt? Me preashtim të atyre që bëjnë mëkate sheshazi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe mburren duke i treguar mëkatet e tyre pasi që Allahu ja ka mbulu ato. Nga se ky lloj mëkati është kur njeriu vepron një punë natën dhe kur zgjohet vetëm, do të kur zgjohet mëngjes, pasi që Zoti thot e ka mbulu, ai thot o filan, pram kam vepru kështu e kështu. Dhe kështu e përhap mëkatin e tij pasi që Zoti e ka mbulu. Dhe kësi lloj mëkatesh sot te rinia fatkeqësisht kemi shumë. Madje kësi lloj mëkatesh kemi shumë që hynë në kategorinë e mëkateve të mëdha. Jo mëkateve të vogla. Si për shembull zinaja, Allahu na ruaj. Një ndër temat sot që të trit ton flitet shumë është puna e zinas. Për shembull, lidhet me një çik, Allahu na ruaj, shkon ban zina ton natën, në mëngjes kur takohet me shoqërinë e tij mburret. Ky është mëkati dyfisht o vëllazënir. Çka e myt imanin, çka e shun dritën e imanit që e ki në zemër. Nga se mburrja me mëkatin është mëkat në veti që e zmadhon edhe ma shumë dënimin të Zoti Gjelle Gjelalu, madje është një nga shkaqet që Allahu e jek që të person për rahmetit vetë. Pasi që pejgamberi sa ka thonë këtë hadith, krejt ummeti jem kanë mu falë për Zotit. Përveç atyre që bëjnë mëkate sheshazi, ose Allahu ja ka mbulu mëkate që i kanë bën natën, ose fshet, dhe pastaj dalin me gjuhët e tyre dhe i zbulojnë mëkatet e tyre, dhe tregojnë dhe mburren me to para njerëzve, Allahu na ruaj. Ky është një nga shkaqet që fatkeqësisht e shohim në mesin e rinisë tonë veçanti, madje Allahu na ruaj. Sot kemi plot intervista televizive që njerëz të më shumë me 50 e 60 vjet dalin në programe televizive dhe mburren me mëkate të tilla. Allahu na ruaj. Pra mburrja me mëkatin dhe veprimi i tyre sheshazi e dobëson imanin. Madje mundet me qenë për shkaqeve të vazhdueshme që Allahu na ruaj e nxjerr njerin për imanit komplet. Allahu mos na bëj prej tyre. Çfarë ndodh kur njeriu bën mëkate vazhdueshëm? Vjen shkaku i dytë. Me bamjen e mëkateve ngurtësohen zemrat. Kur ngurtësohen zemrat, imani dobësohet. Dhe dashuria e zemrës për me hinë në mëkate të reja është e madhe. Nga se ato cenzorat e zemrës që i dojnë të mirat për të këqija, pastaj prishën. Që shka thonë Allah në Kur'an, kella bel rana ala qulubihim. Që të fjallën ranën në jetë, a ulemoja kër e kanë spjegu, ka thonë kjo është për qëllim kur zemra nxihet për gjunarë. Edhe nuk nje punë të mirë dhe nuk urren punë të keqe. E që kjo ndodh me vazhdimin e mëkateve pa ndërprej. Do të mëkat pas mëkati, dhe duke mos u kthy te Zoti dhe duke mos u pendu. Allahu na ruaj. E kur ngurtësohet zemra, imani dobësohet
dhe dashuria e zemrës për mëkate vazhdon Allahu na ruaj. Pika e tretë që e ban robin pas udhëzimit ti me u dobësu, edhe me qenë prej atyre që feja e tij vazhdon me u dobësu, është neglizhimi ndaj detyrimeve fetare që Zoti i ka bën gjatë 24 orëve. Na shpesh nuk javnoj mendjen ibadeteve të cilat Allahu i ka kërku prej neve gjatë ditës dhe natës. Madje qofshin ato edhe jo obligative. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh kur ne jem neglizhent ndaj tyre. Mas pari fetarisht nuk ja vdim vlerën aty në ibadeteve. I ke mësu që do të mu fal, po për shembull mos i mësohemi mu fal, rrallë ndodh ndaj kush prej neve me u fokusu, me lexu se çfarë vlerë ka namazit e Zotit për shembull. Çfarë shpërblimi ka ai i cili është i vazhdueshëm namaz? Çka e pret namazliun kur do të del para Zotit tina? Ose çfarë dënimi ka ai i cili i ikni namaz? Ose çfarë dënimi ka ai i cili është i shkujdesur namazin e tij, nuk është i përqendruar namazin e tij, nuk i shton kujdes namazit tij? Do të mungesa e dijes fetare për një ibadet e zben ato. Dhe kështu zbehen ibadetet tona. Dhe sa më e pak është dija ndaj ibadeteve që na i bëjmë, aq më pak është përkushtimi për to. A e ke po kur të lexojmë historinë e të parëve tonë? Çuditmi kanë herë çfarë vepra kanë bën. Madje kanë herë të mushët mendja që këta njerëz nuk janë konë për i planetit Tokë, nështë janë konë njerëz për jashtë Tokës. Për shembull lexojmë për sahabit, e shenë se pe i acis dhe në sabah e kanë përsërit njëjtin ajet, su ne kanë kalu për i frigës madhe që kanë posë ndaj Zotit. Lexojmë për tabiint, i shenë njëjta gjona. Lexojmë për 4 imam të 4 medhhebeve që janë të njohura, i shet njëjta gjona. Do të pse kanë qenë kaq të fokusuar në fenë e tyne, kaq të përkushtuar në fenë e tyne, kaq e madhe ka qenë dashuria për ibadetet që i kanë bën? Ka se dituria e tyne për këto ibadete ka qenë e madhe, vëllezër. Mos mendon dikush që mundet me konë në raport me ibadetet mirë, përderisa nuk ka diturit mjaftueshme për vlerën dhe rëndësinë e çatyre ibadeteve që i bën. Do të shkaku pse na zbehemi në ibadetet tona është mos njohuria e saktë fetare për vlerën e tyne, ose për rëndësinë e tyne, ose për rrezikun që vjen nëse ne nuk i praktikojmë, ose i neglizhojmë, ose nuk i bëjmë ç'është duhet, Allahu na ruaj. Këto janë 3 shkaqet kryesore që besimtari do të mi pas kujdes, në mënyrë që mos jetë prej atyre që pas udhëzimit i vjen devijimi, Allahu na ruaj. Nga se nuk ka gjë më të keqe se me deviju njeri pasi që Allahu ja ka mundësu me qenë prej atyne të udhëzumve, Allahu na ruaj. Vazhdojmë inshallah taala me pjesa tjera, në gjymon tjera kësmet.